Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kostiesëll të shpëton jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 3 probleme. Kosti është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kurrë i mërzitshëm sepse mundet që të kombinohet në mënyra dhe në shije të ndryshme. Kosti mund të hahet me të ëmbla, të kripura dhe gjithashtu në drekë apo në darkë mund ta zgjidhni si një vakt të lehtë. Kosti është i pasur me kalium, kalcium, magnez, vitaminë B2 dhe B12. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për vlerat befasuese të ngrënies së kostit në mëngjes ose pas tij. Sistemi i tretës. Kosti përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes mbron sistemin tuaj tretës nga toksina dhe nga të gjitha bakteret. Ai gjithashtu qetëson edhe sistemin tuaj të rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Imuniteti. Kosti gjithashtu ka aftësinë që të mbrojë imunitetin dhe njëkohësisht ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është i fortë sepse kosti përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Tensioni i lartë i gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi i gjendur tek kosti ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë kosti ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe në shëndetin e zemrës. Infeksionet. Kosti është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet. Kosti përmban laktobakile, baktere të cilat do të frenojnë rritjen e infeksioneve të mykut. Kockat. Një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium. Për këtë arsye, në qoftë se ju e konsumoni atë rregullisht që në mëngjes ju keni dhënë kockave tuaja forcën e duhur. Bakteret e këqija. Kosti përmban probiotik të cilët eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrjet në stomak ose diarreja, është e këshillueshme që të hani kos që në mëngjes. Kos pas aktivitetit fizik. Proteinat tek kosti i jep muskujve aminoacide të cilat u duhen për të rimëkëmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosti e rikthen atë. Alergjit. Foshnjat e grave shtatzëna të cilat konsumojnë kost rregullisht janë më pak të prekur nga alergjit, thot një studim mbi rolin e kostit. Sipas studimit, fëmijët të cilët ushqehen me kost rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksionet dhe alergjit. Rënja në peshë. Kosti përmban pak kalori, për më tepër fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë e cila e nxit organizmin që të humbas më shumë kilogram. Sipas ekspertëve, kosti gjithashtu mundet që të shërbejë edhe për shëndetin e mirë të lëkurës. Kosti është edhe një nga kurat më të mira për femrat pasi ai e përmirëson lëkurën tuaj, i shtrëngon poret dhe gjithashtu i jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosti është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthi më i keq për shumë femra. Shëndeti i flokëve. Kosti gjithashtu është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qime të flokut dhe gjithashtu e pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosti duhet të jetë nga ai që përgatitet me far dhe jo i përpunuar. E ftohura. Kur imuniteti është i fortë, ai do të mund që të mposhtë viruset tuaja akoma dhe më lehtë, por edhe bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kost në ditë për t'i shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe gjithashtu problemeve që mund të keni me fytin.
ky produkt përgjysmon shfaqjen e këtyre sëmundjeve. Vitaminat. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminën B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë tepër e rëndësishme dhe për rruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin tuaj nervor. Gjithashtu, sipas ekspertëve, kosi është konsideruar nga njerëzit për qindra vjet si një ndër produktet më të shëndetshme. Ai dallohet për vlerat e tij të larta ushqyese dhe konsumimi i rregullt i tij do të sjellë përfitime të konsiderueshme për shëndetin. Humbje peshe. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i kthejë ata në çfarëdo lloj zgjedhjeje, qoftë një ushtrim derues me palestrën, por edhe vëzhgimi i dietës së tyre apo zakonisht një kombinim i këtyre gjërave. Sa i përket të dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programin dietik të shumë dietologëve. Kos për një zorë tepër të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën ju mendoni shpesh, por është elbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të sigurt dhe të shëndetshme. Zorrët tona gjithashtu janë përgjegjëse edhe për tretjen e ushqimit dhe gjithashtu janë thelbësor për sa i përket thithjes së lëndëve ushqyese në mënyrë që zorrët të funksionojnë ashtu siç duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është kosi. Kocka më të forta. Nëna juaj gjithmonë thoshte të konsumoni qumësht për kockat tuaja. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera, kjo ishte diçka e vërtet. Por nëna mund të ketë harruar të thotë se edhe kosi është gjithashtu një burim mjaft i mirë ushqyesish, të cilët mund të ndërtojnë kocka të forta. Produktet e qumshtit, duke përfshirë këtu edhe kosin, mund të ndërtojnë kocka të forta dhe janë burime të shkëlqyera të kalciumit, i cili është burimi kryesor i tyre. Kosi është gjithashtu mjaft i dobishëm edhe për ata të cilët vuajnë nga osteoporoza. Kos për një humor më të mirë. Në mes të gjithë stresit të punës, humori jonë është i lehtë që të bjerë her pas here. Ka disa mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj, ushtrime dhe gjumi i mirë, por në fakt edhe ngrënia e kosit është një përforcues i mrekullueshëm i humorit. Sistem imunitar më i fortë. Në ditët e sotme është shumë më e rëndësishme se kurrë të kemi një sistem imunitar të shëndetshëm për të luftuar sëmundje dhe infeksionet. Një nga mënyrat për të forcuar sistemin tuaj imunitar është që ju të konsumoni probiotik të cilët gjenden në kos. Duke ngrënë kos çdo ditë, ju do të ushqeni traktin gastrointestinal me baktere të shëndetshme. Këto baktere të shëndetshme parandalojnë bizotërimin e atyre të këqijave, gjë e cila çon në përmirësimin e shëndetit të zorrëve dhe të sistemit tuaj imunitar. Mirë po keni parasysh se konsumimi i përditshëm i kosit përveç të mirave të tij mund edhe të ketë efekte negative në qoftë se ju e teproni me konsumin e tij. Për shembull, mund të ketë një përmbajtje të lartë të sheqerit, por mund edhe që të përkeqësojë problemet tuaja gastrointestinale. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.